إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vllazit mirë, tanë në kanë betë edhe një javë para muajit të Ramazanit të bekum. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala ta mundsoj ta arrim Ramazanin dhe ta falim namazin në të, të bëjmë namaz të natës në të dhe ta agjërojmë në mënyrën më të mirë, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me niyet të sinqertë dhe me dëshirë që Allah subhanahu wa ta'ala të na I fal gjunahet tona, e të na ngrit derexhet, e të na forcoj në fenë e tij subhanahu wa ta'ala. Sot dhe nesër do të jenë mësimet e fundit që do t'i mbajmë para Ramazanit. Pastaj gjatë Ramazanit do të javën e ardhshme zësoj që do të kemi më mësime. Pastaj do fillojmë me inshallah do të mundohem të bëjmë diçka në tefsir, nga se edhe Imam Maliku vetë rahimahullah kur ka ardhur Ramazani nuk është angazhuar me hadith të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe me tregim të hadithit, por është angazhuar me librin e Allahut subhanahu wa ta'ala vetëm. E ne pra ashtu thotë duhet të angazhohemi sa më shumë me librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, nga se Ramazani është muaji I Kur'anit, muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani, që është udhëzim për njerëzit dhe qartësim mes të kotës dhe asaj të drejtës. Pra sot do të fillojmë me hadithet që vazhdojmë të janë të lidhura me namazin, që janë të lidhura me namazin, dhe vllai jon Musliu me lejet Allah subhanahu wa taala do të fillojmë me rregullimin e safit. Akmil, bismillah sheikh. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في تسوية الصفوف. عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. نعم. أكمل. عن مالك عن عمه أبي سهير بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكمله في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وأنا أكلمه. أحسن الله عليكم. وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحسباء بنعليه، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. نعم. Kjo kaptin në librin e namazit të shkurtuar dhe namazit të udhëtarit ka të bëjë me rregullimin e safave, I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar sahabit e tij që ti drejtojnë safat dhe ti mbushin safat dhe të afrohen në safa, saqë hadith ka në Sahih të Buhariut se Enes radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë që I rregulloni më mirë safat në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë
krah ton prihnin në krah të tjerë, lidhnim krahët me një tjetrën dhe lidhnim këmbët me një tjetrin. Ashtu duhet të lidhet safi. Safi duhet të bashkohen këmbët me këmbë dhe kryht me kryht në namaz. Dhe thotë kjo është forma e drejtimit të safit. Nuk është drejtimi i safit siç mendojnë disa, që vetëm të jetë safi i drejtë dhe mos ketë dredhin ato. Jo, safi i plot është safi që mbushet tamam dhe nuk ka hapësira në të. Fatkeqësisht disa nga vëllezërit tonë nuk e kanë kuptuar këtë punë. Prandaj alhamdulillah në vendet tona safet rregullohen mirë. Por fatkeqësi që në plot vende arabe safet nuk rregullohen mirë. Kjo është një anomali të cilën e gjen në plot vende arabe. Çka mendojnë që rregullimi i safit mjafton që të jetë vetëm në mënyrë të drejtë, edhe nëse ka hapësira të vogla mes namazive nuk ka gjë të keqe. Kjo është anomali dhe është si pasojë e pasimit të mendimeve mëdhëbike që janë në kundërshtim me hadithet e qarta dhe veprimet e sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj rregullimi i safit duhet të jetë që të bashkohen krejt me njëra tjetrën dhe të bashkohen këmbët me njëra tjetrën. Edhe tani këtu i përmendi dy tregime, dy thënjet nga sahabite e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dy veprime të tyre, një nga Uthmani radhiyallahu anhu dhe tjetër e para nga Umeri radhiyallahu ta'ala anhu. Nga Umeri radhiyallahu ta'ala anhu që Nafi tregon se Umeri radhiyallahu anhu thotë urdhëronte të rregullohen safat. Fa idha ja'uhu fa akhbaruhu an qad stawat kabbar. I dërgonte thotë njerëzit, kishte njerëz të angazhuar që ti rregullojnë safat. Në çdo saf ka dërguar në xhamit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku ka qenë imam, ka dërguar njerëz që të shikojnë safat, a janë në rregull. Pastaj kur kanë lajmëruar se safat janë rregulluar, atëherë ka bërë tekbir, atëherë ka hyrë në namaz. Ka kaq rëndësi i ka jap rregullimit të safave. Thotë ndoshta kjo punë ka marrë disa minuta. Derisa ata janë rregulluar safat, i kanë thënë hajde se u rregulluar safit, pastaj ka bërë tekbir Umeri radhiyallahu ta'ala. Tjetri transmetim është nga Uthmani radhiyallahu anhu që gjyshi i Imam Malikut që ka qenë pitabelve, thotë që kë ka shku te Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, thotë dhe u bë ikameti i namazit. Dhe unë thotë gjatë ikametit i flisja, thotë ose u bë ikameti ose i flisja që të më caktonte një punë apo të më caktonte një rrogë, një lloj rroge, thotë ka kërku prej buxhetit muslimanëve ka kërku diçka gjyshi i Imam Malikut rahimahullah. Thotë ai thotë e rregullonte, thotë bënte thotë me kpucat e tij, me nallat e tij, thotë i fshinte këto zallin dhe guralecat në vendin ku do të bëj sejdë. Derisa thotë i ardhën njerëzit të cilët i kishte angazhuar që t'i rregullojnë safet dhe e lajmëruan se safet u plotësuan. Edhe atëherë më tha mua futu në saf, drejtohu në saf dhe bëri tekbir. Më tha futu në saf dhe bëri tekbir. Thotë kjo është kështu kanë vepruar xulefat e drejt, të cilët kanë qenë ata të cilët kanë pasu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në mënyrën më të mirë dhe në mënyrën profetike, që kanë pasu profetin sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të mirë dhe ashtu duhet të ne t'i bëjmë safa dhe t'i rregullojmë. Ekmil barakallahu fik. Sallallahu alaikum. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن ابن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. نعم. Tani Imam Maliku e përmend një kaptin tjetër që do thotë wadu al-yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra fi as-salat. Vendosja e duarve njëra mbi tjetrën në namaz. Do të lidhja në namaz e duarve, në namaz duke vendosur dorën e djathtë përmbi dorën të majt në namaz. Thot Maliku transmeton nga Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq al-Basri.
Ky njeri që ka transmetuar prej tij Imam Maliku është i dobët në hadith, është dhaif në hadith. Edhe kanë treguar lema ka thënë që Imam Maliku është habitur nga pamja e tij dhe dukshmëria e tij, thotë që ky nuk e ka njoftë Imam Maliku, mirë po nga pamja ju ka dukur si njeri musliman shumë i mirë dhe ka marrë hadithin prej tij. Mirë po ulemaja thonë që njerëzit nuk bën të mashtrohen mas dukjes së dikujt, por duhet të shikohet edhe prej nga ka marrë hadithin dhe është i fortë në hadith. E ky nuk ka qenë thika, nuk ka qenë i fortë në hadith dhe nuk pranohet hadithi i tij. Ky sidoqoftë ka thënë, ka dëgjuar Imam Maliku këtë të thotë që prej fjalës pejgamberisë, të fjalëve të profecisë, është që nëse nuk e turp, bë çfarë të dush. Bë çfarë të dush. Dhe të vendosen dy duart njëra mbi tjetrën në namaz, e vendos të djathën mbi të majtën dhe të shpejtohet iftari dhe të vonohet syfyri. Siç e tham, ky hadith, kjo thënie e tij është e dobët, nuk është i vërtetë. Nga se transmetuesi nuk është vërtet mirë, po këto hadithe kanë ardhur në transmetime tjera të vërteta. Si për shembull hadithi i Abdullah ibn Mas'udit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë një të fjalë prej thënieve të pejgamberisë të parë është që kur nuk e marrë, kur s'ke turp, bën çfarë të duash, ose ai që nuk ka marrë bën çfarë të doj, nga se marrja, nga se turpi nuk e pengon atë të bëj punë të ndaluara, nuk e bën atë të pengojnë nga punët e ndaluara. Po ashtu vendosja e dorës djathtë mbi dorën e majt në namaz është pjesë e namazit, dhe këtë e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhe po ashtu nxitimi i syfyrit është veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka në hadithe të tjera të vërteta, dhe vonimi i syfyrit të vonohet syfyri deri në pak para se të hyjë vaki i sabahit, ajo është mënyra më e mirë e syfyrit. Edhe kjo është prej traditave të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E këtu të nderuar duhet me ditë një gjë, që sipas medhhebit të Imam Malikut, lidhja e durve në namaz, posaçërisht në namaz farz, nuk është obligim, dhe i thonë isdal, dhe isha ata kur lidhen në namaz malikit, nuk i lidhin durët thjesht, i mbajnë durët poshtë, i mbajnë duart poshtë, i mbajnë duart poshtë. Mirë po vetë Imam Maliku rahimahullah në Muwatta e tregon këtë gjë që kjo është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duhet të veprohet ashtu. Prandaj ne nuk veprojmë ashtu siç na thot mendimi i dikujt, por thom ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij. Nuk e pasojmë askë nëse fjala e tij është në kundërshtim me veprën e pejgamberit dhe me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. نعم. Tani tregon një hadith nga Sahl ibn Sa'id as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhum, që ka thënë njerëzit urdhëroheshin që njeriu ta vendos dorën e tij të djathtë mbi parallërin e tij të majt në namaz. E transmetuesi i tij thotë nuk mendoj përveç se ky e ka bërë këto nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga se kur sahabia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur të thotë urdhëroheshim të bënim diçka në kohë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, posaçërisht kur thonë urdhëroheshim ose diçka tjetër,
ka kuptim nga kush urdhëroheshim, nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në hadithi e ka kuptimin që ky e ka bart nga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. صلى الله عليكم. باب القنوت في الصبح. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. Tani është kaptina e bërjes kunut në sabah. Bërjes kunut në sabah. Kunut do të thotë të bëhet dua e veçantë në namaz të sabahit. Duaja në namaz të sabahit, kunuti i veçantë vetëm për namaz të sabahit nuk ka bazë në sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ka bazë të bëhet kunut në rast të fatkeqësive apo të nevojave të muslimanëve. Nëse i ndodhin muslimanëve ndonjë fatkeqësi dhe kanë nevojë për duan tonë, atëherë bëhet kunut siç ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk lidhet vetëm me namaz të sabahit, por bëhet në të gjitha namazet që ka nevojë. Në gjitha namazet që ka nevojë, aq kohë sa ka nevojë të bëhet kunuti, të bëhet kunuti. E jo siç është për shembull në mëdhëbin Shafi që ata në çdo namaz të sabahit bëjnë kunut. E bëjnë kunutin, Allahumma hdina fi men hadayt, në çdo namaz të sabahit. Kjo nuk ka bazë nga veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa ai një kohë ka bërë për dua të kunutit, mirë po nuk ka bërë tërë kohën sallallahu alaihi wasallam, jo siç bëjnë ata në çdo namaz të sabahit që e bëjnë kunutin. Ekmil ba. E tani transmeton nga Maliku nga Nafi'in se Abdullah ibn Umeri nuk bënte kunut në asgjë nga namazi i tij. Në asgjë nga namazi i tij nuk bënte kunut. Nuk bënte kunut në asgjë nga namazi i tij. Ekmil barakallahu fik. Sallallahu alaikum. باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. نعم. Kaptina ndalesa e namazit kur njeriu ka nevojë thotë të shkojë në banjë në nevojtoren që në. Tregon thotë Abdullah ibn Arqami ka qenë prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur donte thotë kur i bënte ka qenë thotë njeriu që i dilte imam shokëve të tij. Thotë e një ditë thotë filloi namazi, thotë filloi u bë vakti i namazit, u bë ikameti dhe ai shkoi të bëj nevojën e tij. Ai shkoi të bëj nevojën. Pastaj u kthye. Dhe ka thënë, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, nëse dikush ka nevojë të bëj nevojën e madhe, thotë le të fillon së pari me të para namazit. Thotë nëse ke nevojë të madhe apo të vogël, nëse je në zor, duhet ta bësh atë së pari, pastaj të shkosh në namaz. Pse? Që të jesh i koncentruar në namaz, nga se zori që e ke nga nevoja e vogël apo nevoja e madhe nuk të lën që të koncentrohesh në namazin tënd. Nuk të lën që të koncentrohesh në namazin tënd. Është për pengesave të koncentrimit në namaz. Ekmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. السلام عليكم. وهو ضام بين وركيه. نعم. Tani transmetim tjetër nga Omer radhiyallahu an, që ka thënë mos të ndodhë dikush nga ju të falet duke ushtrënguar në mes të ijeve të tij, në mes të kukave të tij. Thotë mos të futet askush në namaz, dhe thotë duke ushtrënguar mes ijeve të tij, mes kukave të tij. Pra kjo çka do thotë që nuk bën të futesh në namaz, nëse je në zor për të shkuar në nevojtore. Duhet ta bësh më së pari atë që ke nevojë të bësh në nevojtore të mëdha apo të vogla,
pastaj duhet të lidhesh në namaz. Barakallahu fik. Akmil. السلام عليكم. باب انتظار الصلاة والمشي إليها. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال مالك: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. نعم. Maliku tani rahimahullah transmeton nga Ebu Huraira, fillim kaptina e pritjes së namazit dhe ecjes drejt tij. Kaptina që ka të bëjë me pritjen e namazit, ta presësh namazit dhe të ecësh për në namaz. Të ecë për në namaz drejt xhamie, çka ka të bëjë me këto. Transmeton nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu që ka thënë me lajket e engjëjt e Allahut luten për dikën nga ju përderisa është në vendin ku është falur, përderisa nuk bën ndonjë risi dhe thon: o Allah, falja ati, o Allah, bën rahmet atë, o Allah, falja ati, o Allah, bën atë rahmet. Jahja ka thënë që Maliku ka thënë: nuk e mendoj se fjala e tij të bëjë ndonjë rësi, përveç se risia që ja prish abdestin. Do thotë, nëse dikush qëndron në vend faljen e tij ku është fal dhe nuk e prish abdestin, përderisa qëndron në atë vendin ku është fal, me laçe do të vazhdojnë të bëjnë dua për ta, duke thënë: o Allah, falja gjunohet, o Allah, bënë rahmet atë, o Allah më shiroje, bëje rahmet. El-maghfira, që është përmend këtu me laçeve, është mbulesa e gjunoheve, që Allahu subhanahu wa taala t'ia mbuloj gjunohet, t'ia mbuloj gjunohet. Dhe maghfira do të është edhe rahmeti, është që ta mëshiroj ti, ta fusë në rahmetin e tij. Ky hadith vlen për burra dhe për gra. Të gratë nëse në vendin ku janë fal, në shtëpinë e tyre, rrinë në atë vend ku janë fal dhe bëjnë përmendjen Allah subhanahu wa taala, lexojnë Kur'an, përderisa rrinë në atë vendin ku janë falur, tërkohën me laçet e Allahut do të luten për ta. Po kjo vlen edhe për burrat kur shkojnë në xhami, derisa rrinë në xhami dhe nuk e prishin abdestin, rrinë në atë vend përmendjen e Allah subhanahu wa taala për gjatë tërë asaj kohe, من لوصة الله سبحانه وتعالى وتنفرطا. أكمل بارك الله فيك. السلام الله عليكم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. نعم. تاني transmeton një hadith tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: njëri nga ju vazhdon të jetë në namaz, përderisa namazi është ai që e pengon atë, që e mban atë. Nuk e ndalon asgjë të kthehet në shtëpinë e tij përveç namazit. Ajo që e pengon, që të kthehet te familja e tij është namazi, thotë. Ai shkon e pret namazin. Ndoshta pret 10 minuta, 20 minuta, 30 minuta derisa të bëhet ikameti i namazit dhe nuk kthehet te familja e tij. Dhe gjëja që e pengon mos të kthehet te familja e tij është namazi. Ky person llogaritet se është në namaz tërkohën. Për shembull, nëse namazi kthehemi, për shembull, namazi i yatsis është 10 minuta. Nëse ti shkon në xhami 20 minuta më herët dhe ajo që ty të mban në xhami është namazi, ti gjatë tërë kohës llogaritës se je në namaz. Sa tërë kohës llogaritesh se je në namaz. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره وليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. نعم. Tani e transmeton një transmetim nga Abu Bakr ibn Abdul Rahman, që ka qenë pitabienve, që ka thënë: kush shkon në mëngjes në xhami ose në mbrëmje në xhami
dhe nuk don asgjë tjetër përveç që të mësoj ndonjë hajër, të mësoj në xhami diçka hajër, apo që ti mësoj të tjerët, pastaj kthehet të shtëpia e tij, do të jetë sikurse mujahidi që lufton në rrugt të Allahut dhe kthehet me plot dobi prej luftës, apo me plot ganimete nga lufta, që thon ganimetet e luftës janë gjëra të cilat njeriu i fiton gjatë luftës, mund të fitojë gjëra që i ka fitu gjatë luftës, pasuri apo diçka tjetër, pasuri apo prej të luftës. Ashtu siç kthehet dikush që u kthy nga lufta me prej të luftës, në të njëjtën mënyrë kthehet ai që shkon në xhami dhe dëshiron të mësoj diçka apo të i mësoj të tjerët. Kjo është shpërblimi i shkuarjes në xhami me qëllim që të kërkosh dituri apo të mësosh dituri, ti mësosh të tjerët dituri. Kjo siç e tham është transmetim nga një tabiin që quhet maqtu', thotë hadithi quhet maqtu'. Mirë po ka hadith i vërtet që është te Imam Tabaraniu nga Abu Umama radhiyallahu ta'ala anhu, Sudej ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu ta'ala, që ka pejgamberi sallallahu ka thënë një fjalë, thotë: "Men ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khayran aw yu'allimahu kana ka ajri hajjin tamman hajju." Kush shkon në mëngjes në një xhami, nuk do tjetër përveç që të mësoj hajër, ose ti mësoj hajër dikujt tjetër, do të ketë shpërblim sikurse ai që shkon në haxh me edhe ka haxhin e plot. Sikurse dikush që shkon në haxh dhe ka haxhin e plot. Ky hadith është i vërtetë. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه ولم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. نعم. Tani të është një transmetim tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, që ka thënë: kur dikush nga ju falet, pastaj rrin në vendin ku është falur, melaqet vazhdojnë të luten për të, duke thënë: o Allah, falja atij, o Allah, bëne rahmet atë. E kur të ngritet nga vendfalja atij dhe rrin në xhami, e pret namazin, vazhdon të jetë në namaz derisa të falet. Siç e përmendëm në hadithet paraprak. Ekmel barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. نعم. Hadith tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që është edhe në Sahih të Muslimit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a don t'ju tregoj se me çka Allahu i shlyen gjunohet dhe i ngrit derexhet. Me çka Allahu i shlyen gjunohet dhe i ngrit derexhet. Me çfarë pune thot Allahu i shlyen gjunohet e robit dhe i ngrit derexhet, shkallët e robit. Isbaghul wudu inda al-makarih, që të merr kur robi e merr abdesin në kushte të vështira. Kur merr abdes në kushte të vështira, merr abdes për shembull kur s'ka ujë, ka ujë pak, dhe prap mundohet dhe merr ujë. Kur merr abdes me ujë që duhet ta merr nga një vend i largët. Kur merr abdes me ujë që është shumë i ftoftë. Kur merr abdes ndoshta edhe kundërta, kur uji është shumë i nxehtë.
Te ne për shembull dhe rasti që uji është shumë i ftoftë, por në vendet arabe ndodh që uji të jetë shumë i nxehtë gjatë verës posaçërisht. Dhe prap bën sabër dhe merr abdes. Ose nuk ka ujë, po paguan pare për me marrë abdes, për me ble ujë për me marrë abdes. Kjo është abdesi në raste të vështira, e plotson abdesin në raste të vështira. Dhe pastaj thot, o kathratul khuta ila al-masajid. Edhe hapat e shumt për në xhami. Dhe pritja namazit pas namazit. Fadhalikum ar-ribat. Kjo është sikur se roje, sikur të bashroje, sikur të lidhesh në një vend bën roje. Thot shkon për shembull e fal drekën rrin deri në ikindin xhami. E fal ikindin rrin deri në akşam njatsi, apo që është më afërta, e fal akshamin rrin derisa të falet jatsia në xhami. Kjo është sikurse të lidhesh me një vend të bashroje. Posaçërisht sikurse rasti e atij që ruan vendet e muslimanëve, bën roje duke pritur armikun dhe kundër që janë rrezik të t'i sulmojnë muslimanët. Ai ka shpërblim shumë të madh. E njëjtin shpërblim e ka edhe ai I cili qëndron në xhami dhe e pret namazin. Ekmil barakallahu fik. Edhe me këtë falen gjunohet. Ekmil, tfadhal. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. نعم. Maliku ka dëgjuar se Said ibn al-Musayyab, që është prej tabiinëve, ka thënë, thuhet që nuk del askush nga xhamia pas ezanit. Nuk del pas ezanit nga xhamia, përveç dikush që do të kthehet në xhami, apo ndonjë munafik, apo ndonjë dëftyrësh, ndonjë munafik, hipokrit. Këtë kush nuk del nga xhamia pasi të thirrët ezani. Përveç nëse dikush ka nevojë të merr abdes apo diçka I ka dalë në një zor I madh, shkon edhe kthehet mbrejt në xhami. Përndryshe, nga xhamia nuk del pasi thirrët ezani askush, përveç munafikut apo dikush që është në nevojë të shkojë dhe të kthehet më njëherë. Ekmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ثاني transmeton një hadith tjetër nga Abu Qatada al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, al-Harith ibn Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu, që ka thënë se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur dikush futet në xhami, le ti fal 2 rekate para se të ulet. Këto 2 rekate quhen tahiyatul masjid. Përshëndetja e xhamisë. Dhe ka prej ulemave që mendojnë se këto janë obligative. E të tjerë thonë që këto janë sunet. E vërteta që këto janë sunet, mirë po sunet që për të cilin ka nxit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe ka thënë që mos të lihet, dhe të mos të ulet askush në xhami pa I falur 2 rekate. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ashtu ka vepruar. Ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ashtu, edhe kur është fut dikush në xhami e ka urdhëruar t'i falë së pari 2 rekate. Siç është rasti me atë njeriu që ka hyrë në xhami kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë duke mbajtur dhe ka thënë fali shpejt 2 rekate. I fali shpejt 2 rekate. Prandaj tahiyatul masjid falet në çdo kohë, edhe në kohët kur është ndaluar namazi, nga se është namaz me sebeb, me shkak. Dhe nuk bën të lihet tahiyatu al-masjid. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى قال مالك وذلك حسن وليس بواجب. نعم. Tani transmeton një transmetim nga Ebu Selem ibn Abdurrahman, që ka qenë prej tabiinëve, që ka pa Umar ibn Ubejdillahin, që ka qenë poshtë prej gjeneratave të para, e ka pa që ka thënë ai nuk ulej në xhami para se të ulej në xhami para se t'i bënte 2 rekate. Ulej në xhami para se t'i falte 2 rekate. Dhe
Seleme ibn Abdurrahman, Abu Seleme ibn Abdurrahman e ka shortuar atë, nuk e ka pëlqyer ky veprim i tij. Dhe Yahya ka thënë që Maliku rahimahullah ka thënë kjo punë është e mirë, mirë por nuk është obligative. Nuk është obligative. Thotë ai është mendimi i shumicës së ulemave që tahiyatul masjid është gjë e mirë, mirë por nuk është obligative. Mirë po, duke ditë udhëresën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, robi duhet të përmbahet udhëresës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe mos të ulet në xhami pa i fal 2 rekate. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصبة. نعم. Tani është kaptina çka thot vendosja e duarve në vendin ku e vendos fytyrën gjatë sejdës. Vendosja e duarve në vendin ku e vendos fytyrën gjatë sejdës. Shakja, për shembull, nëse je duke u fal dhe falesh për shembull në tokë që është e ftoftë ose me baltë ose me ujë ose diçka tjetër. Tash kur të vendosh fytyrën atë, duhet edhe duart i vendos në të njëjtin vend, do të në të njëjtin vend. Jo ti të duart i lash në diçka tjetër e fytyrën diçka tjetër. E transmeton që Abdullah ibn Umeri thotë kur bënte sejdë, i vendoste duart, do 2 shuplakat e duarve në vendin ku e ka qitur ballin. Thotë edhe kam pathët në një ditë shumë të ftoftë, I kanë nxjerr durr nga rroba e tij e brendshme, që I ka pas durr brenda se ka qenë ftoftë, I kanë nxjerr shuplakat e duarve dhe ka vrarë me to në guraleca që mund të qenë shumë të ftoftë nga të ftoftit. Dhe në atë mënyrë duhet të veprohet, përveç nëse është rrezik për shëndetin e njeriu, siç është për shembull nëse falesh në nxehtë shumë të madh, që është rrezik të digjen duart apo balli, atëherë që diçka nëse ke mundësi të qesësh edhe të harruash vetën tënde, ta e bën në këtë mënyrë. Allahu di më së miri. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجد كما يسجد الوجه. Po prap Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ka thënë që kush e vendos ballin e tij në tokë, edhe duart e tij edhe shuplakat e tij le t'i vendos në të njëjtin vend ku I ka vendosur edhe ballin e tij, dhe kur të ngritet le t'i ngrisë ato, nga se duart bëjnë sejdë ashtu siç bën sejdë fytyra, ashtu siç bën sejdë balli fytyra, ashtu bëjnë edhe duart sejdë. Ashtu bëjnë edhe duart sejdë, do të t'i bësh, nuk bën për shembull veç durt mi veçu, thot me diçka tjetër, jo. Atë në vend që si e çet fytyrën bën edhe don ti çes edhe duart. Akmil barakallahu fik. Assalamu alaykum. باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال:
يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء. Naam. Tani është kartina tjetër që thot lëvizja, kthimi me lëvizja kokës në namaz dhe duartrokitja në namaz për nevojë, thot. Kur është nevoja, thot lëvizja në namaz dhe duartrokitja në namaz në rast nevoje. Tregon transmetimin nga Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar deri te Bani Amr ibn Auf, një bark i një fisit Aus prej ansarve, që ti përmisoja që ti ndres, ti pajtoj, nga se ata kanë pas një zënk, disa burra prej fisit të tyre kanë pas zënk me një tjetrën. E pejgamberi sallallahu ka shku ti pajtoj. Ka shkuar pejgamberi sallallahu ti pajtoj ata. Dhe ka hyrë thot vakti namazit. Dhe muezini ka ardhur te Abu Bekr radhiyallahu anhu dhe ka thënë apo del imam ti njerëz apo falesh për njerëzit. Abu Bekri atë do ta bëj ikametin. Do ta bëj kiamit. Dhe është bër ikametin. Dhe atëherë Abu Bekri ka filluar të falet. Abu Bekri radhiyallahu anhu ka filluar të falet nga se pejgamberi sallallahu ka shkuar atje te fisi tjetër dhe ka menduar këtë që nuk do të kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka filluar të falet Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëzit duke qenë në namaz. Dhe atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka çuar safat derisa ka ardhur në saf përpara. E thot njerëzit kanë filluar të duartrokasin në namaz. E Abu Bekr radhiyallahu anhu thot nuk lëvizte në namaz. Nuk e kthente kokën në namaz. Derisa thot njerëzit e tepruan me duartrokitje, me lëvizje e dorës, me duartrokitje. Atëherë thot Abu Bekri lëvizi shikoi thot me kokë, lëvizi kokën, shikoi mbrapa dhe pa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. E atëherë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja bëri thot me dorë, ja bëri me shenjë që qëndron në vendin tënd. E Abu Bekri thot i ngriti duart, e falenderoi Allahun, bëri hamd Allahun për atë që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot eci mbrapa. Abu Bekri eci mbrapa në namaz dhe derisa u fut në saf. E atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli përpara dhe e vazhdoi namazin. Thot këta kanë qenë në rekatin e parë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fut në namaz. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka bërë me shenjë, ko s'ka gjë të keqe me bën shenjë në namaz nëse ka nevojë. E atëherë Abu Bekri është tërhequr mbrapa dhe ka vazhduar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta fal namazin. Pastaj thot e mbaroi namazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "O Abu Bekr, çfarë të pengoj ty të vazhdoje kur unë të urdhrova?" Abu Bekri ka thënë: "Nuk i takon birit të Ebu Kuhafes që të falet para Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam." Nuk i takon birit të Ebu Kuhafes që të jetë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të dalë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Kuhafa është baba i Ebu Bekrit. Ebu Bekr ka pas emrin Abdullah. Ebu Kuhafa ka pas emrin Uthman. Abdullah ibn Uthman është emri i Ebu Bekrit, po të dytë janë të njohur me kunjen e tyre. Baba i Bekrit dhe baba i Kuhafës. Ebu Bekr dhe Ebu Kuhafa dhe të dytë kanë pranuar Islamin.
edhe është Ebu Bekri radhiyallahu anhu është prej sahabive të rrallë, prindët e të cilët janë bë musliman të dytë. Edhe baba dhe nana e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu kanë pranuar Islamin. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ebu Bekri nga modestia e tij dhe pasimi i plotë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thënë nuk i takon birit e Abu Kuhafës të dalë imam para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çka është ajo që i pa juve që e teprut me duar trokitje? Thot, kujt i ndodh diçka në namaz, le të bëj tasbih, le të thot subhanallah. Le të thot subhanallah. Nga se kur dikush bën subhanallah, thot njerëzit kthehen te ai dhe shikojnë se çfarë ka ndodhur. E thot duar trokitja thot është për gra. Gratë, nëse ndodh diçka në namaz, nuk bën me thon subhanallah me zon. Po vetëm kështu bëjmë me kështu, me lloj duar trokitje në namaz, që të tërheqin vëmendjen. E burrat thojnë subhanallah, subhanallah nëse ndodh diçka në namaz. أكمل بارك الله فيك. أحسن الله عليكم. عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته. نعم أكمل. عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني. نعم. Nafiu ka treguar se Ibn Umar radhiyallahu anhu thot nuk lëvizte në namaz, nuk kthehej në namaz, nuk kthehej në namaz. Edhe tani transmeton pasën një transmetim tjetër nga Abu Ja'far al-Qari, që ka thënë unë isha duke u falur. Dhe Abdullah ibn Umar ishte mbrapa meje. Dhe nuk e dija se ai është mbrapa meje. Thot edhe lëvizja diçka me kokë apo diçka në namaz thot, ai thot më shtyti më sitin vetë. Thot nuk e ka pëlqyer ky veprim i mirë janë. Sa i përket lëvizjes në namaz, lëvizja është disa lloje. Lëvizja me sy, me shiku, mojtas, djathtas, me shikim, që nuk është gjë e preferuar. Nuk është gjë e preferuar të shikohet mojtas, djathtas në namaz, por duhet të shikohet në vendin e sejdës. Ajo është ajo që duhet të shikohet gjatë namazit. Po ashtu, lëvizja me kokë, mojtas, djathtas, lart, poshtë, nuk është gjë e lavduar, nuk vën të bëhet në namaz. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që çka është puna e tij që lëviz shumë në namaz, që thotë Allahu subhanahu mund t'ia shndrojë kokën e tij në kokë të gomarit. Dhe po ashtu mirë po këto gjëra nuk e prishin namazin. A nëse robi lëviz këtë me trupin e tij, kthehet në largohet nga kibla me këtë trupin, këtë rrantët, atëherë ulema thonë që në këtë rast robi e prish namazin e tij dhe del nga namazi. Ekmil barakallahu fik. السلام عليكم. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. أكمل. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. يدب راكعا، نعم. كابتينا تاني انتهينا بهذا يا مسلم جزاك الله خير. ما يفعل من جاء والامام راكع. çfarë të bëj ai që hyn në namaz kur imami është në ruku. Kur imami është në ruku. Çfarë të bëj ai që thot futet në namaz kur imami është në ruku. Transmeton thot se nga se Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu është futur në xhami dhe i ka gjetur njerëzit në ruku, thot edhe ka bërë ruku, ka hyrë në ruku dhe ka ecë në atë mënyrë derisa është futur në saf. Për shembull, në fillim i ka pa njerëzit që janë në ruku dhe ata safat janë më përpara. Ky ka rënë në ruku dhe ka vazhduar ashtu në ruku duke ecë në ruku derisa është futur në saf. Njëtin transmeton edhe nga Abdullah ibn Mas'udi se ka bërë këtë veprim. Thot është fut në namaz prej larg, ka bë Allahu Akbar, u bë në ruku dhe ka ecë derisa është ka hyrë në saf, derisa ka hyrë në saf. Kështu kanë vepruar këta sahabë, por këta nuk e kanë dëgjuar hadithin e Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, që
që ka bët njëtin veprim në punën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë zadakallahu hirsan la ta'ud. Allahu ta shtoft kujdesen. Allahu ta shtoft qëllimin për me bë punë të mira. Mirë po thonë mos e përsërit më këtë punë. Mos e përsërit, s'ke nevojë që nga fundi i xhamisë të ecësh në derisa të futesh në saf. Allahu di mas miri. Allahu te baraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.